Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas fjalëve fyese të Gertit, reagon Enata Hoxha. Balerina dhe koreografja e njohur shqiptare Enata Hoxha ka ndarë një rrëfim të sinqert për jetën e saj pas ndarjes nga partneri në skenë dhe në jetë, Gert Vaso. E ftuar në një emision së fundmi, artistja foli me emocion për mënyrën se si ka arritur të rikthejë ekuilibrin dhe forcën, duke i gjetur shpëtimin te arti dhe dashuria e njerëzve që e rrethojnë. Puna ka qenë ilaçi im, tha Enata me qetësi dhe siguri. Fal saj, çdo gjë po kalon më së miri. Puna më ka ndihmuar të qëndroj e fortë dhe të përqendrohem te ajo që di të bëj më mirë. Në intervistë ajo theksoi edhe vlerën e mbështetjes njerëzore në periudha të vështira. Në këtë botë vim vetëm dhe largohemi vetëm. Duhet jemi falënderues Zotit për njerëzit që na duan fort dhe na mbështesin. Un kam në krah njerëz të jashtëzakonshëm. U shpreh ajo me mirënjohje. Ky rrëfim erdhi pak pas deklaratës së ish partnerit të saj Gert Vaso, i cili kishte folur më herët për arsyet e ndarjes duke përmendur ambicien ekstreme si një ndër faktorët kryesor. Enata, megjithatë, ka zgjedhur të fokusohet te ardhmja dhe forca që i jep arti. Ajo e përmbylli intervistën me një mesazh frymësues që u bë viral. Arti të shëron, puna të mban gjallë dhe dashuria e njerëzve të jep kuptim. Kjo është formula ime për të ecur përpara.